brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Koreperi nesër, ku në farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga shumë institucione shtetërore, nga qindra djeme vajza, burra e gra, të përfshirë në këtë proces të adresimit të atyre që i kemi quajtur piketat të ndërmjetme. Mendoj që dhe ju mediat, për shkak të rolit tuaj të pazëvendësueshëm, është mirë që t'ua shpjegojmë qytetarëve çfarë ka qenë gjithë kjo punë, për një prej grup kapitujve më të rëndësishëm, që janë themeloret, u identifikuan më shumë se 92 hendeqe, pra problematika që duheshin adresuar. Mos harroni asnjëherë që themeloret ose dhe mes tyre kapitulli 23-24 në historinë e Bashkimit Evropian janë ato që hapen të para dhe mbyllen të fundit, por në rastin e Shqipërisë, dhe këtu dua të citoj fjalë për fjalë vlerësimin që vjen nga Gjermania si një vend, le të themi, do ta quaja udhëheqës në kuadër të barazisë brenda vendeve anëtar të Bashkimit Evropian, ku thuhet shprehmisht që Shqipëria me reformën drejtësi, me vettingun, me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, me këto arritje është një model, reforma në drejtësi në Shqipëri është një model për vendet e tjera të cilat të aspirojnë. Kështu që kjo javë e rëndësishme përmbyllet nesër me komitetin e përfaqësuesve, për të ecur javën tjetër me konferencën ndërqeveritare. Mendoj që të gjitha palët politike në vend duhet kuptojnë që jetojmë dhe pastaj në një momentum tjetër, jo që lidhet me këtë javë në Kuvendin e Shqipërisë, Eksiola, por që lidhet me një qasje të re nga vendet e rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian. Kemi pasur dje, le të themi, është bërë publike fakti që Italia dhe Austria kanë dalë me një propozim që ka të bëjë me përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu specifikohet Shqipëria dhe Malizi si dy vendet pararendse, por përfshihet dhe Moldavia, ndërkohë që për Ukrainën duhet kuptojmë që duhet ketë, le të themi, një qasje sui generis. Dje kancelari gjerman, të them drejtën, bashkë me zonën Tabaku dhe zotin Hasani kemi qenë në Berlin. E kemi kuptuar që aty që do të kishte një, le të themi, komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavin, me angazhimin që citohet qartë, diçka që besoj që ju e kishit dëgjuar më përpara, që e kishte njoftuar dhe kryeministri Rama. Pra, ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila, le të themi, të na garantojë dhe anëtarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që anëtarësimi me faza na dëmton. Përkundrazi, anëtarësimi me faza nuk ka të bëjë me ne. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakorsuar me Komisionin, por ajo që propozon kancelari gjerman, që në një farë mënyrë është e njëjta linjë me Italinë dhe me Austrinë, dhe që mendoj që do të jetë edhe Franca pjesë e kësaj qasje, ka të bëjë me pjesën që vjen më pas, pra me ratifikimin. Pra, për ta ditur qytetarët, në fund të vitit 2027 mbyllen negociatat. Nga ai moment bëhet gati marrëveshja që shkon për të ratifikuar këtë vendantare. Dhe tani topi nuk është më në krahun e vendeve, pra aspirante, por është në fushën e vendeve anëtare. Mos harroni asnjëherë që procesi i ratifikimit është një proces i gjatë,
kërkon përfshirjen e parlamenteve, mund të kërkojë edhe përfshirjen e popullit me referendum. Për shembull, në rastin e Francës, kuptohet qartë që pas kur ka qenë presidenti Chirac apo Sarkozy në mos gaboj, është lënë e hapur që nëse kërkohet mund të shkohet për zjerimin edhe mund të dhe tek populli. Unë nuk besoj që do të jetë rasti, pavarësisht se çfarë do të ndodhi në Francë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm dhe më pas edhe zgjedhjet parlamentare, por unë mendoj që Shqipëria jonë e përbashkët ka arsye të jetë e gëzuar sot, të jetë e gëzuar nesër, të martën e ardhshme në 26 maj, një datë e bukur, kjo 26 maj të 2026, për të mos kujtuar dhe për të kujtuar, por 26 maj në vitin 1996, por megjithatë duhet jemi të gëzuar për një arritje dhe unë nuk hezitoj, kushdo që kontribon, dhe kam thënë në seancën e kaluar, do ta them dhe sot kur vi momenti i miratimit me konsensus të rregullores së kuvendit, që duhet mos harrojmë asnjëherë që çdo shërbim sot që bëjmë ndaj procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian